Make-up-artistja shqiptare nga Prishtina, më e ndjekur në të gjithë botën me 1.8 milion followers, 300 milion shikime në muaj. E kom pa veten duke grimuar në arabi, italiane, greke, amerikane. Ke punuar Dafina me yje botëror si Nicole Scherzinger, Bebe Rexha, Irina Shayk, Blac Chyna, James Charles, Ariel Sweety, Patrick Tai etj. Dhe patjetër me shumë yje shqiptar. Dhe si shkove ti në Met Gala? Kisha mundësi me bo make-upin tek Bebe Rexha, pastaj e vazhduam bashkëpunimet në Evropë dhe në tërë botën. Çfarë është bukuria për Dafinën? Kom pa modele, kom pa influencere, kom pa këngëtare, nuk ekziston ajo bukuri që e shohim në rrjetet sociale. Huda Beauty. Po. Çfarë të lidhi me hudën ty? Erdhi një email nga Huda Beauty, duam ta ftojmë Dafinën në shtëpinë e Huda Beauty me bër make-upin. Isha edhe creative director, edhe make-up artista e saj për produktet e saj tek modelet. A ke pasur gjatë rrugës tënde tradhti? Po e kisha një asistente, aja e kom pas shoqe si të gjithë që i bëj, gabimi jem ndonjëherë, parja ndryshon njërin, është shumë e vërtet. Fotot dhe videot e Dafinën e Zirit si në Instagram dhe në TikTok janë wow. Çfarë sekretesh kanë këto foto dhe video nëse mund t'i ndash? Tashtë unë poston një video 10 sekonda dhe veç të e këshir kamerën. Dhe duke pozuar. It's boring. Tani të ndërtojmë një beauty palace. Do të hap akademien time për make-up që kam edhe për flok. Lëkurat me pore çfarë bën? Ke ndonjë teknikë të veçantë? Zemër përdor ujë zotit, merr ujin e ftohtë, merr do akull, merr një peshë, gryje fytyrën, pastroje. Çfarë duhet bëj nusja si skin care ritual përpara ditës së dasmës? Një javë ose 2 javë pini 3 litra ujë në ditë, ndryshon komplet lëkura edhe të ndihmon shumë në aplikim. 23 vjeç njohë burrin e jetës sate me cilin sot ke 2 fëmijë. Një histori shumë e bukur që me siguri sot do frymëzoj të gjitha vajzat. Leva një fustan se me këtë fustan unë kam gjetë burrin e jetës time. Është i vetmi që më ka shikuar me të vërtet kush jam unë. Si e ndryshuan jetën dy çunat? Isha me një depresion i cili gjaste pothuajse 2 vjet, nuk e lasha kërkan me midon dashuri fëmijës tim, nuk e lasha kërkan me puth fëmijën tim. Unë i dua shumë vajzat si ty. Love you. Sot do të flasim për një punë që shumë njerëz e quajnë boj dhe strukim. Por në fakt kjo punë është art. Kjo punë është edhe terapi për njerëzit që të ndjehen më të bukur, që të ndjehen më të lumtur. Është një ritual kujdesi për veten, dashurie për veten. Unë sot kam këtu të ftuar një vajzë shumë të talentuar nga industria make-upit, e cila është patjetër make-up artistja shqiptare nga Prishtina, më e ndjekur në të gjithë botën me 1.8 milion followers. 1.8 milion ndjekës është komuniteti, besoj i vajzave vetëm, që e ndjekin online me një shifër rekord shikimesh që ja kam parë në Instagram sot. 300 milion shikime në muaj. Edhe kur shifrat flasin, neve themi shapo. Është Dafinën e Ziri që ka ardhur këtu mbas masterclassit të saj në Tiranë, të cilën e falenderoj shumë që mbas gjithë këtyre ditëve të lodhshme për të mësuar vajza të tjera të reja që duan të ndjekin gjurmët e tua, erdhe dhe gjetë kohën këtu në këtë orë të vonët. Ne do arrim mesnatën bashk, po jam shumë e kënaqur që të kam përballë. Edhe faleminderit që pranove dhe shumë bukur që unë të takova më në fund. Faleminderit shumë Alkida, kam shumë respekt për ju dhe u gëzova shumë kur më ftove. Mua më frymëzojnë shumë vajzat e suksesshme dhe sidomos ato që përveç suksesit në tregun lokal kanë një vizion ndërkombëtar i cili shkon përtej kufive. Edhe kjo kërkon një art më vete. Pavarësisht se online nuk ka kufi dhe kufit global tashmë janë sheshuar, janë bërë zero, është e vështirë që të mbrish kaq shumë audiencë në të gjithë botën. 1.8 milion ndjekës. Ç'do të thotë për ty? Në fillim nuk e dija asune që do të thotë kjo për mua, mas 8 viteve, 9 viteve punë të palodhshme, më kanë hap dyert në tregun internacionale dhe aty e pash vlerën e followersat edhe ku të çon kjo programi i Instagramit dhe TikTokut. Shiko, në TikTok sa kemi ndjekësa? 2.2 milion. 2.2 milion në TikTok dhe 1.8 milion në Instagram. Je e vetëdijshme që je një forcë shumë e madhe ndjekimi tek vajzat, e ndjen peshën e kësaj përgjegjësie, është përgjegjësi shumë e madhe. Po, ndjej, haroj ndonjëherë se nuk e posaja shumë edhe veten. Jam më shumë në brapa skena, e haroj ndonjëherë që kam aq shumë ndjekës, po ndjem mirë, dua të kem një zë. Aja më mundson me pas një zë, se besoj që kam mendimet e qarta, që i përkasin edhe realitetit, edhe unë mundohem sa më shumë më konë reale edhe përdori ata. Të gjitha duan të duken të bukura, të mrekullueshme. Që ne t'i bëjmë që ato kur shohin veten në pasqyrë me make-up, po dhe pa grim të duken të bukura. Ti si njeri që je kaq afër tyre, kaq afër pasigurive të tyre, imperfeksioneve që i kemi gjitha ne vajzat përpara pasqyrës. Çfarë do doje ti thoje? Çfarë është bukuria për Dafinën?
Po mas pare që më ka bo mu të veçan që unë kom pa bukurit të gjitha vajzat, kom pa influencere, kom pa këngëtare, nuk ekziston ajo bukurit që e shofëm në rrjetet sociale, nuk ka ma bukur. Nuk ekziston aja. Që të bën ty të bukur është si folë, zemra jote, karakteri jot, lëvizjet e tua, identiteti jot, sa autentike që je, ndoshta një ngjyrë flokut, me gjetë veten edhe jo me hub veten, duke e ndjek një trend, një face-up. Ti ke grimuar gra nga e gjithë bota. Po, e vërtet. Përveç se ke një salon shumë suksesshëm në Prishtinë, ku punon me një grup prej 20 make-up artistësh të suksesshëm të trajnuara prej teje që ndjekin metodën tënde, ti vetë si Dafina ke edhe një skuadër fluturuese. Edhe shkon nga një kontinent të tjetër dhe je shumë e kërkuar. Po. Për shembull, kur ti grimon një arabe dhe kur grimon një latinoamerikane apo një amerikano veriore. Po. Çfarë ndryshimi ka, tekstura lëkurës, kërkesat që ato kanë, po dhe koncepti i tyre për bukurinë. Se më the pak më parë që po të shkoj me këtë make-up në Gjermani është shumë, po të shkojmë në Arabi është shumë pak, është grim natyral. Po, e kom gjetë një teknik të make-upit edhe një stil timen, i cili ju pëlqen krejt botës, për arsye që janë gjithë ato klikime, ajo do të thotë që ju pëlqen disa shteteve make-upi im. Edhe kom pa veten duke grimuar në Arabi, italiane, greke, amerikane, njerëz me likur më të errët, edhe i ka pëlqyer stili mirë, po çka dallon në Arabi një shembull e vogël, ata gjithmonë shkojnë e zgjedhin një fondatinë i cili është 4 herë më e hapur se sa likura e saj, sepse e ka një 9 ton të grey na i thona, të hirt, edhe na i thona në Kosovë për me zdrit fytyrën, dukesh pak e vrukt na i thona, edhe ata e hapin mas parinancën e fytyrës. Tash, në vend që me bu bronzer edhe konturin, ata aplikojnë blushin në vend konturimet, e bojnë pak ma orange, dojnë më dok pak ma më qeli kura dhe më dok pak ma e zdrishme. Edhe nuancat e hapura si fundatinë edhe blushi ma orange edhe ma koral bën ato të mundur. Të marrin disa komsi interesante? Edhe të diskutojnë pak bashkë, të analizojnë? Po. Për shembull koreanët, që kanë një kujdes të jashtëzakonshëm për lëkurën. Po. Edhe lyen shumë bukur ato. Po. Çfarë kanë një karakteristikë që ti e vren që e kanë ndryshe nga gjithë gratë e tjera të botës? E kanë fytyrën të sheshtë, edhe dojnë të krijojnë konturim në fytyrë, na që në Evropë kena më shumë kontura në fytyrë, ata nuk e kanë, kështu që ato shkojnë theksojnë mollzat më shumë, theksojnë këto hijet në sy më shumë, na shkojmë mbush me fillar, ato shkojnë i theksojnë me make-up edhe me ndihma të tjera. Po arabët çfarë kanë diçka karakteristike në kërkesat e tyre, sepse e di që ti për njerëz shumë të rëndësishëm, për gra shumë të rëndësishme atje, ke dhënë shërbimin tënd edhe për të ruajtur konfidencialitetin e bashkëpunimeve, nuk mund të them emra, por e di që ke grimuar gra shumë të fuqishme dhe të rëndësishme, edhe familje shmretërore. Isha me një darsme dhe Elya Ninuse, kisha pa komplikime me të thënë drejt, si mora ato nuancat e mia që unë i preferoj me në nuancë olive tjera. Tash për mu gjind në situatë të tillë, e pash që nuancat nuk është që i shkojshin edhe shumë. Edhe e ktheva kokën edhe e pash një make-up artiste tjetër duke i lyer shoqet e Nusës. Dhe i vetëm i analizova shpejt çfarë lloj make-upi ajo është duke përdorur tek ato, dhe e pash një nuancë shumë orange, shumë portokallë, edhe nuk e pata një fundatin të tillë me mu, dhe zgjidha një korrektor e pata nga Fenty që është shumë korale dhe orange, dhe aplikova në të gjithë fytyrën, mandej e aplikova fundatinën edhe arrita rezultatin e duhur. Edhe me të vërtetë u duk shumë më bukur se me teknikën që përdora në Evropë. Edhe aty ja gjeta formulën e mbretëreshave në Arabi. Të daloj pak te gratë në moshë? Po. Mbi 55-60 vjeç. Kur lëkura fillon, ka shenjat e para të plakjes, të rrudhave, edhe make-upi nuk shtron siç duhet. Ka një make-up tjetër, ka një teknik tjetër që ti aplikon, se ndonjëherë kur do t'i rregullosh rrudhat, i evidenton më keq, e kështu me radhë. Cilat janë sekretet që zonjat në moshë duhet të dinë dhe make-up artistët që i grimojnë ato duhet gjithashtu të dinë nga përvoja jote? Unë mendon nuk mos më janë mbëlu të gjitha rrudhat, po është komplet paketa, e cila është mundona më ia dhon një ton të veçantë likurës, një hije të bukur, një ndryshim të bukur fytyrës, mandej vjen vetullën mundona më ia boll lifting, më ia ngrit pak tani penele që afroj, edhe unë punoj shumë me baby steps, me pikat e vogla që gjithmonë ma mundson edhe me punu tek likura e vështirë
tek syri. Edhe aty gjithmonë ja dal me bën një penal të drejtë ose të sfumuar që përshtatet në çdo formë të syrit, po ashtu edhe formën e buzës dimet me përshtat me fytyrën e saj. Edhe në fund kur të shek komplet make-upin, duket automatikisht 15-20 vite më e ri. Jo pse ja kom hek rrudhat, po ja kom theksu çdo pjesë të fytyrës, edhe ja kom ngrit pak, ja kom bë pak liftet, një ket eye të vogël, edhe ja kom ndryshuar me nuancat e veçanta si një blush që i shkon ose një nuancë ëmbël tek syri që i shkon me karakterin e vet. I tërhiqni syt para se ta bëni grimin, se tërheqja syve është një sekret shumë i madh. Ka tërheqje që bëhet përmes flokut, ka dhe tërheqje që bëhet nëpërmjet ngjitsave. Po i them kështu me terma të thjeshta. Unë për shembull, vajza të dashura, i tërheq gjithmonë syt përpara se të bëj make-upin, këtu nëpërmjet dy fijeve floku në këndin e dur, se kur i tërheq shumë kështu, bëhem si kineze, bëhem si dhelbër. Kam një kënd këtu që më duhet patjetër ta ngrej vetull, dhe këtë nuk e bëj me botox, por e bëj në fakt me fijen e flokut. Fija e flokut më ndihmon shumë, gjë që ju e bëni e kam parë shumë herë me ato ngjicat që mua nuk më rinë shumë mirë, sepse ngjicat më rrshkasin, i ndyrosët lëkurës dhe mos kur jam në televizion, edhe ato rrshkasin dhe ngelet një sy lart e një sy poshtë. Kështu që preferoj më mirë flokët me një mbledhje që bëhet këtu ose e bën ajo parukera ime. Bravo. Një majtas e një djathtas, ka një teknikë, po unë e kam shumë të rëndësishme, e kam bërë që 20 vjeç. E ke vërtet ti? Po t'ja themi ndonjë gjë vajzave. Unë e kam shumë të rëndësishme sepse kam syrin rumbullak dhe kam edhe tendencën e vetullës që të jetë pak përposhtë, kështu që gjithmonë kjo më ndihmon që të më japi këtë liftin që ti thua. Dhe me sa kuptoj, kur ti bën këtë make-upin që e çon pak lart portretin, mollzën, vetullën, syrin, ke minimizuar këto vitet. Po, unë gjithmonë e bëj një lifting sipas kalkulimeve dhe teknikave që i përdori, e bëj një lifting tek vetulla, i kam ato harçet që i përdori, me të vërtet punoj si një vizore tek vetulla, tani tek syri, e ngriti me hapat e vogla, gradualisht me hije të ndryshme dhe një kontërim para se me apliku një hije, ashtu dhe mozën, që shembull kur të aplikoj konturimin tek moza, është këtë cepi këtu tek veshi, e gjithmonë njerëz aplikojnë kështu mozën, po gjithmonë dosh me nis me një lëvizje të lehtë nga mbrapa dhe shkon te përpara, edhe kufizimi mes mozës do gjithmonë më ardh harku këtu mes hunës edhe mes gojës. E problemet të gjithë shkojnë te poshtë. Ata që shkojnë te poshtë me konturim janë ato vajza që kanë një fytyrë markante, rebele, edhe do me bën një photoshooting më të veçantë. Edhe bëjnë këtë konturimin këtu, po ato vajza që do një lifting të lehtë, atëherë preferohet me zgjedh këtë harkun mes hunës dhe mes gojës, me lidh me këtë pjesën këtu poshtë, që nuk do të thotë që ti aplikon konturën deri tek huna, po aplikon deri te vetla, po shkon të sfumu edhe të letu. E urrej kur të marrin blushin edhe aplikojnë direkt këtu, back and forth. Gjithmonë one way take it, një drejtim shkon edhe e sfumon. 30% është lifting me flok që e bëna, 70% është make-upi tek unë. Po ashtu edhe nëse të bën një lifting të lehtë, mos ma këshoni këto hapësira që kam, po është kjo pjesa, këto e bëj vetëm kur të qes flok përpara, po unë kam një trik tjetër. E marr flokun këtu, e zgjedh harkun ku e du, a e du të lart, a e du drejt. Këtë bëj dhe unë. Dhe pastaj e marr flokun këtu mbrapa, i lidhi këto dyja bashk, i lidhi mirë, i shti për funin, edhe e shtrëngoj, edhe kam një lifting të lehtë. Dafina në 2022 je vlerësuar me Golden Mask for Makeup Artistry në panajirin e Beauty Düsseldorf, që është çmimi i parë në fakt. Një shqiptare që shkëlqen aty, më bëhet çifi shumë. Po, shumë e veçantë, po. Po, është Beauty Mesa është ndër më të mëdha në Evropë, bëhet rregullisht çdo vit në Düsseldorf, dhe aty u zgjodha si një artiste, make-up artiste më e mirë në tregun evropian ose gjerman, dhe shkova atje, mora çmimin me familje, u krenova. Sa bukur. Jesi e mirë, me dal aty në gazeta gjermane. Ti ke lindur dhe je rritur në Düsseldorf deri 18 vjeç apo jo? Jo, unë jam rrit në Gjermani, po kur i kisha 10 muaj, jemi ikë prej luftës edhe kemi shkuar në Gjermani me jetu. Pse një vajzë që 18 vite jetoi në Gjermani vendos një ditë të bukur të kthehet në Prishtinë, pa jetuar asnjë ditë në Prishtinë? Kosova nuk është vetëm një vend për mua, po është një ndjesi. Prindët e mi gjithmonë kanë pasur kujdes që na dërgojnë në Kosovë çdo verë, ta mësojmë kulturën, gjuhën dhe të jemi edhe në rrjedha. Aja më ka dhënë një ndjesi shumë të veçantë, se më pëlqen shumë dhe jam shumë pro asaj që fëmia të rritet në familjen e madhe. Se ndonjëherë prindët nuk mundin më ta dhënë atë që ta japë edhe rrethi i familjes. Po babi im edhe mami im si një vizioner, të them, e kam pa që ka potencial në Kosovë, edhe e pash që
sado që është vendi i sigurt në Gjermani, ka shumë rregulla në Gjermani, më ka dhënë shumë vlera Gjermania, si më kanë strikte, më kanë kohë të respektoj rregullat, po ashtu ka shumë strukturë Gjermania që bën vendin pak monoton, po edhe ta kufizon të menduarit gjërë, e cila me jep të një ndjenje që me mungon të diçka. Mandej kur erdha në Kosovë, mu hap truri, veç fakti që ti shkon me një vend tjetër, jeton në moshën aq të re, pa familje, të bën më të fortë, të lën më hap trurin, edhe aja me bëri çika që jam sot. Si distributore e Kryolan për Kosovën, si ishte puna si distributore? Sukses? Sa vite u bën? U bën 12 vite që ti je shpërndan këtë produkt? Po, e kishëm një ofër të një vajzë, cila na tregonte mua dhe babit tim që është një brand që njerëzit po tranohen këtu në Kosovë mas atij brandit, edhe na vendosëm me marr si përfaqësi në Gjermani, se na ishëm edhe nga Gjermania, dhe e morëm edhe rrezikum dhe ecte shumë mirë. Isha rrezikuar non-stop me make-up të Kryollanit, po njëjtën kohë dhe isha në fakultetin amerikan, Rochester Institute of Technology në Prishtinë. Çfarë studiove? Menaxhment dhe shkenca politike. Shumë bukur. Po. Krejt tjetër nga profesioni që këtë tjetër. Bën çdo ditë? Po, fakulteti më ka ndihmu shumë, se ka në gjuna angleze, gjuna amerikanë në fakt, dhe aja më ndihmoi më lidh edhe me këtë botën. Huda Beauty. Po. Çfarë të lidhi me hudën ty? Si u gjende me të? Ke punu një vit me Huda Beauty-n. Po. Një pjesë e mirë e produkteve të saj ti si blen, besoj, ti dërgon Huda, që ti bësh publicitet, se ke gjithë të ndjekje edhe ti. Po. Si arritet tek Huda Beauty dhe çfarë kontributi ke dhënë ti për rritjen e brandit saj, po dhe ke mësuar për veten tënde? Shumë sekrete besoj. Po, ajo është ndër emra më të mëdhaj në shpërthimin e tim internacional. Ajo është në kohën e Covidit, kur e kishte edhe një moment pak të vështirë, se kisha edhe bashkëpunime me fotografa, me VIP, dhe u lodha aq shumë duke u thuar se punoj që 8-9 vite në atë kohë, isha vetë pronare, po ti kur shkosh aty me VIP-a, me fotografa, duket vetja si që duke punuar akoma për dikë tjetër. Dhe u lodha shumë edhe vendosa me rreziku dhe me ndërprer bashkëpunimet me këngëtar, se këngëtar që i kemi lokal, duhesh me shku çdo muaj, ka një javë, ka 2 javë, dhe u lodha e desha me kalu kohë me familjen time ma shumë edhe me bo gjona që i du unë. Ajo është me bo video, mi postu ato video, edhe u inspirova edhe u kënaqa aq shumë duke i bërë ato. Po si përfundova aty? Si e gjetë hudën? Si u gjetët? Ja nisi me ato klikimet të mëdha me art, e thash, ta shikojmë tash ku me çojnë këto videot, dhe pastaj erdhi një email nga Huda Beauty, duam ta ftojmë Dafinën në shtëpinë e Huda Beauty me bërë make-upin. Shkon në Dubai me asistentet e mia, Dona dhe Medina ju përshëndes shumë, ato punojnë me mua që 10 vite, dhe ato me përkrojnë atë ditë të veçantë, e cili është shumë emocional për mua. Shkon të shtëpia e Huda Beauty, nuk e harroj deri sot, dhe shkova dhe abona make-upin, mandej pëlqej aq shumë make-up dhe tha, unë dua që ti të vish prap në kampanjën e radhës që e kam për paletat e reja që kam e qit në treg, e dua ti të vish aty. Kur shkova aty, shkova vetë, ishte edhe një make-up artiste tjetër, edhe aja shumë e talentume, edhe po aja mi dha ato modelet që i kishin likurën pak ma të vështirë. Aja mori ato modelet pak ma të pëlqyeshme për make-up. Po unë desha me dhënë maksimumin, edhe desha mi pëlqy shumë hudës, edhe dhash maksimum mas pare bëna atë teknikën tem të konturës që të bën mas pare me shëndrit, më dok ma e mirë edhe ma likura ma e pastërt, edhe bëna si kukull. Mandej ishte tema kreative, ajo është gjëja që e bëjmë mas mirëti, e bënja një kat kriz, një hello eye, dhe atë shumë i pëlqen të Huda Beauty, mandej vendosi me punu vetëm me mua në kampanjat e radhës. Isha gati po thua se çdo muaj për një vit me radhë tek Huda Beauty. Dubai, ja? Në Dubai, po. Shkosha atje, të gjitha e kisha të paguara biletën e të gjitha, u konë eksperienca tepër e mirë, sepse dhe ma beson të organizimin e kampanjave, e cila ishte mi zgjidh temat e ndryshme të make-upit, me bërë një prezantim para se me shku aty, me bërë organizimin e temave të modelet të ndryshme, me organizu ndryshimin, pozicionin e kamerës, mi bërë video, dhe më thonë jam konë edhe, isha edhe creative director, edhe make-up artista e saj, për produktet e saj tek modelet. A ke pasur gjatë rrugës tënde tradhti, zhgënjime nga bashkëpunëtorët e tu në punë?
Si është konkurenca në sektorin tënd? Si e ke ndjerë ti? Se ti flet mirë për të gjithë. Unë të bëra disa pyetje për kolegë të tutët dhe ti the vetëm fjalë të mira. S'kisha asnjë vërejtje, asnjë koment që mua të më shqetësonte. Tradhien, ka pas shumë në fillim e këtë karrierës time, e kisha një asistente, ajo është mati, nuk e di edhe ku jeton e ç'a bën, po e kisha një asistente. Ajo e kam pas si shoqe si të gjithë që i bëj. Gabimi jam ndonjëherë, edhe ajo flinte me mua, punonte me mua. Ishëm shumë të lidhur, unë s'kam edhe motor, edhe lidhna shumë me shoqe. Dhe shkoja përfundova shkollën e make-upit në Sloveni dhe u ktheva dhe nisa trajnimet. Kur nisa trajnimet e mësova ato të gjitha teknikat dhe të gjitha gjërat që i di unë. Qëllimi im ishte me hap një shkollë në emër të Kryollanit të kemi trajnerët më të mirë në Kosovë dhe u nisa në atë drejtim. Po në të njëjtin kohë paralel isha edhe në fakultet. Kështu që lash asaj përgjegjësinë me majt grupet me një orar të caktuar kur ishin duke studiuar. Pastaj parja ndryshon njërin, është shumë e vërtet, dhe pastaj ajo e ka bënë atë kalkulimin e vet, dhe me tradhoj, ju tha studentave, të lutem leni këtu, sepse dafina nuk është reale, gjithçka është e falsifikuar, e hani tek shkolla ime, dhe pastaj vazhdoi hapi shkollën në ndërtesën e një hymje më anej, domethënë aq e afërt. Aja në fakt është një falënderim shumë i madh, se çdo zhgënjim që më ka ndodhur në jetë, unë vetëm u shpërbleva 10 fish më shumë më vonë. Aja jo vetëm mu, po mendoj që çdo kujt i ndodh ajo, në atë moment duket si fundi i jetës ose fundi botës, po dhezi diçka brenda meje që nuk e disha që kisha një shpirt luftarak aq të madh që pasi ndodhi ky incident unë 5 fishova numrin e studentave edhe kisha më në fund mundësinë që dal me një dyqan ashtu siç duhet, se isha me një banesë dhe dola në zemrën e Prishtinës, një ëndër imja në atë kohë u realizuar, dola në zemrën e Prishtinës, hapa një dyqan shumë të bukur me një interior shumë të bukur si në ëndrat e mia dhe ja dola për një vit. Jo, prit tani ka një gjë të bukur shumë tani ku kemi arrit. Tani të ndërtojmë një beauty palace. Tash do të hapë Beauty Palace Dafin, deri tash e ka pas gjithmonë studia ime emrin Kryollan në Kosovë, tash do të hapë Beauty Palace Dafin. Atë do të hap akademinë time për make-up që kam edhe për flok, edhe do të afrojmë edhe shërbimet për make-up që i kemi, për thaje, manikyr, pedikyr, e tjera. Si janë programet akademisë? Sa zgjasin, sa kushtojnë, vinë vetëm nga Kosova, po vinë nga gjithë bota, vinë nga Shqipëria, nuk e di si funksionon, kam dëshirë të di më tepër, se mund të ketë shumë vajza të reja që do donin të bashkoheshin shkollës dhe metodës tënde, të ndihmojmë të japim informacionin që duhet. Kemi një program 4 javor, i cili është pa prezencën time, që e ka një çmim më të lirë. Mirë po kesh interpretua pak nga njerëzit, sepse ne afroheshim. Tani kemi një program 1 javor, që unë kam një çmim pak më të lartë, se është edhe prezenca ime aty, edhe duna me nda kohën sepse trajnimet edhe programet i kam shumë të ngarkuara, sepse jam në 4 shtete në çdo muaj, duke dhënë mësim për make-up. Qaja një javor me mua në Kosovë është pak më e shtrejt, aja 4 javor që shkon deri në 6 javor është më e lirë, është një eksperiencë shumë e gjatë, me punëtor 10 vite eksperiencë pune, edhe është një program shumë i mirë, nuk di pse keq kuptohet dhe keq interpretohet nga njerëz kur ai vet ka zgjedhur atë programin e tillë, i cili është pa prezencën time. Tani do të bëj një pyetësor të shkurtër. Mit apo e vërtet? Produkti i shtrenjtë është i barabartë me rezultat të mirë? Jo, nuk është gjithmonë. Cilat janë produktet që duhet jenë vërtet shumë të mira, ato që bëjnë diferencën make-up? Normal këto brendet klasike që kanë Chanel, Dior, normal nuk dyshojnë cilësinë e tyre. Besoj gjithmonë 30% e produktet e tyre kanë një cilësi shumë të lartë, ato tjerat janë sezonale që eksperimentojnë, nuk është gjithmonë ndoshta edhe çmimi i përket kvalitetit. Numër 1, numër 2, produktet old school. Janë produkte brende të vjetra që ekzistojnë ndoshta mbi 30, 40, 50 vite. Çfarë bën make-up artista si unë ose brende të ndryshme? E vjedhin një produkt nga ai brand, nga ky brand dhe e rimodelojnë, bëjnë marketing edhe e shesin mashtesa që duhet. Unë jam profi në konzistencë dhe di saktë cili produkt është kualitativ edhe cili nuk është. Sepse gjithmonë vjedhin ide, vjedhin formula, nuk është që e krijon nga vetja. Kështu që di saktë cili produkt është i mirë e cili s'është. Pra gjithçka që është old school, old is gold. Po, old is gold, e vërtet. E treta është produktet e finish, finish i bën një blush, një highlighter, një blush i lëngshëm që ta bën bazën prap glowy, ato gjithmonë investo
në këto high-end brand që janë Hermes, Dior, Chanel, me ato kur nuk mundesh me bë diçka gabim dhe përmirëson shumë rezultatin në fund. Klientët që thonë bëj ç'të duash, janë në fakt më të vështirët? Ja, zemrën atyre. Unë për shembull jam kështu, mbyll sytë dhe them bëj çfarë duash, vetëm në fund mund të bëj një korrigjim shumë të vogël. Sa mirë. Paja që thotë bën që duash, ai ta ka analizuar shumë, ta ka analizuar profilin, kanë ndëgjuar fjalë të mira për ty, edhe zakonisht klientat i kam të tillë, normal në fillim të karrierës nuk i kisha aty. Klientat që më pengojnë shumë, jo që më pengojnë personalisht, po problemi është vajzat që jetojnë jashtë kanë shumë një dinamik tjetër të jetës, edhe ato nuk kanë kohë me eksperimentu me vetveten. Edhe ato që nuk eksperimentojnë me vetveten nuk e dinë çka ju ka hije dhe çka dojnë edhe çka dojnë me kërkuar nga make-up artista. Çka më më dhoni një këshill, eksperimentoni pak më shumë në make-up edhe edhin sakt çka të pëlqen e çka s'të pëlqen që nuk t'ju vjen një shok kur shkon te make-up artisti dhe janë të konfuzuara. Pyetja nr. 3. Sa më shumë fotoreferencë të sjell dikush, aq më pak e di çfarë do. Varet çfarë fjalori përdor ai edhe çfarë fjalori përdori unë. Ai më thot, unë dua një smokey. Ai them, "Okej, atë pëlqen ngjyra e errët e zezë?" Thot, "Jo." Po smokey është baza me ngjyrat e errta. Është më interesante që e interpreton një temë të tillë. Unë e bëj vetëm 2 pyetje. Ma tregon një foto që i lyr ndonjëherë profesional që të ka pëlqyer ose që i ke lyr veten, edhe një foto që nuk të ka pëlqyer një make-up. Aty analizoj unë çka ka përdor tek make-upi që nuk i ka pëlqyer. Ndoshta një penel shumë i rrumbullakët ose ndoshta një hije shumë e errët tonal. Edhe unë di automatikisht çka të përdori ti ajo. Ose e shoh një foto nga ti edhe e shoh që ti përdor ndoshta çerpik shumë të mëdha, edhe unë e di sakt që në atë moment unë do na automatikisht me apliku çerpik më të mëdha se e ka karakterin ashtu edhe dua të përshatëm. Një pyetje pa thënë mit dhe vërtet që më erdhi tani në mendje. Lëkurat me pore çfarë bën? Ke ndonjë teknikë të veçantë që të kurret pak lëkura? Po unë si make-up artist e kam një teknikë të veçantë, po nuk më dhon si këshill tek njerëzit, se ata ndryshe është kur të lyn veten, ndryshe është kur të lyn dikë. Unë gjithmonë e kam një lëvizje të veçantë, një teknikë të veçantë, një intensitet i cili do të thotë që punoj shumë me baby steps edhe lëvizja shumë të imta që s'ka çare pa u fut fundatina aty në pore edhe mu drejtu lëkura. Po bën atë gjën e parapërgatitjes, që e kishe speciale, ritualin e parapërgatitjes lëkurës. Po. Ti madje përdor ndonjëherë dhe akull mbasi e lan fytyrën me peshqir që mos ketë asnjë grimca aty të bëhet një lloj skrabi kështu i lehtë dhe pastaj me akull kur shikon që është me pore shumë të hapura, tak, e mbledh lëkurën. Ke ca gjëra të bukura që si bën askush, i ke shpikur. Njerëzit gjithmonë mendojnë që një make-up artist që ka famë, edhe kur shem dikë duke lëvdur, përdori këtë gjë, përdori atë. Zemra përdor ujë Zotit, merr ujin e ftoftë, merr do akull, merr një peshqir, gryje fytyrën, pastroje, heke likurën e vdekur nga poret, edhe likura është e gatshme për me thith, qilen poret, ngrihet lëkura, bëhet një lifting, është një pasërti, uji gjithmonë të regeneron, të relakson, edhe ta bën lëkurën të gatshme për 2 kg sherk. Lëkura me probleme kërkon gjithmonë më shumë produkte. Është e vërtetë kjo? Domethënë lëkurat që kanë më shumë pore, lëkurat që kanë më shumë akne, që kanë më shumë rrudh. Kontraze. Problemi më i madh që ti e sheh do akne dhe ja fut 2 kg fundatinë. Edhe unë e hedhi fundatinën dhe ja jap vetëm një hije fytyrës. Trust the process. Se ti kur ta aplikon tani vetullën, çerpikun, shkëlqimin, buzën, hub koncentrimi tek aknja. Më mirë hub e bën atë një efekt vizuale të tillë se sa aty me apliku 2 kg tek pushra që e ki edhe duket shumë e papastërt. Kjo është me dimensione, me shkëlqime, me çerpik, me buzë, hupi koncentrimin tek aknat, i mbuloj normal, po jo me sasi edhe me një rezultat shumë të papastërt. Setting spray është magji që i rregullon të gjitha? Është spray fundit që vendoset për ta fiksuar make-upin, apo i bën ndonjë gjë tjetër? Po, hollon pak dhe pudrën aty ku është përqendruar më shumë apo? Po, unë përdor shumë pudër, se pudra është vetëm një mënyrë që ta krijon një filter real. Po, pudra ndonjëherë duket shumë mat, duhet ta largoj tani në fund pudrën normal, ajo është vetëm për para përgatitje dhe atë përdori një spray hidratues, i cili më largon pudrën edhe e ndihmon produktin mu fut edhe pak në pore. Mandej vjen fixed spray, edhe një hydration spray, edhe fixed spray janë 2 gjëra të ndryshme. Ajo hidron likurën, ndihmon produktin mu fut në pore, edhe fixed spray ajo që e kuqit, e ndalon. Vetullat janë gjysma e bukurisë së make-upit? Mit apo e vërtet? Edhe vetulla edhe buzat them.
Se ndonjëherë vetulla ndryshon edhe jep formë, ato fytyrat e gjëra që janë edhe kanë një ballë pak më të mëdha, unë me vetulla ja jap një formsim, një qere fytyrës, po tek buza, kur është distanca shumë e madhe mes hunës edhe mes buzës, sa më poshtë shkon buza, sa më e vjetër dukesh. Edhe unë jam profi për me nxjerr një lifting këtu përpara tek buza që më duk ti më e ri. Edhe në fund tek unë për shembull, unë kam një distancë madhe nga natyra, unë gjithmonë shtoj këtë produkt që më duk pak më mirë. Priti them një sekret vajzave sot që po na ndjekin. Ti këtu bëre sot një gjë, se më binte hija dritës dhe the që të duket më e holl kjo pjesa këtu dhe të kontrollohet, duhet vendosësh një fondotin shumë të errët alketa për double chin-in që duket më e holl kjo pjesa këtu. Se di se do duket kur çon vetëm do të them. Ka qenë vërtet një sekret apo jo? Po në jetë më the nuk mund ta bësh kurrë aq tërë se në jetë nuk të duket fare, por me dritat e skenës mund ta bësh edhe më sharp, më të pret, ha? Unë aplikoj një nuancë jashtëzakonisht të errët, ajo duket shumë e papastër kur ta afrohet dikush tek ti dhe sheh nuancë, ua sa duket e errët. Mirë, po nga ndriçime dhe e testova në kamerë, unë muj aty më ta bëj një hije artificiale. Hija artificiale nuk bëhet me një ngjyrë kafe, po bëhet pothuajse me një nuancë të zezë në fytyrë. Një pyetje tjetër për ty. Fotot dhe videot e Dafinën e Zirit si në Instagram dhe në TikTok janë wow. Çfarë sekretesh kanë këto foto dhe video nëse mund t'i ndash? Unë jam ajo që editon videot e mia. Normal tash e kam një ekip të mrekullueshëm që punon që 10 vite e cika dhe më harët tek intervista për mua. Atu tash e realizojnë edhe make-upin, më ndihmojnë që unë vetëm të mbet edhe editimi, sa është shumë punë të bësh vetë make-upin, të bësh vetë editimin, të bësh vetë setupin, i bëra të gjitha vetë. Kështu që i bëj vetë dhe kam sekretet e mia normal, ato i shpërndoj gjithmonë me studentët e mia, tregoj krejt sekretat edhe gjitha sekretet e mia. Pse nuk është drejt unë t'ia tregoj vetëm make-upin si bëhet. Aja mundet me pas talent, ashtu sikur make-up artista jote që është super e talentuar, po shumë gjëna pse nuk din aja me menaxhu rrjetet sociale, si ti postoj fotot edhe videot, edhe nuk din veten me lansu në treg edhe me kriju një platformë të tillë, sepse njerëzit ju të gjithë, unë gjithmonë tham, followers ta arsyetojnë çmimin, por nuk do të thotë që ti siguron klientat, ta çon ndonjëherë një fluks të madh, po ti ajo që i mban klientat me një punë autentike dhe një punë të ndershme dhe të mirë te klienti. Ç'a bëj tek videot, unë ja kum kriju një ndjesi, e di sakt çfarë muzike më zgjidh, e di sakt sa sekonda mendoj atë video, atëherë i bëhesha 5 ditë një javë për një video, tash për 15 minuta editoj një video. Sa sekonda duhet jetë një Reels? Që të bëhet viral dhe të eci më mirë, si e një algoritmi nga përvoja jote? Tash ti unë poston një video 10 sekonda veç të e këshir kamerën. Do duke pozuar. It's boring. Ti nëse e poston 10 sekonda duhet të paktën të pas 9 sekuenca në 10 sekonda. Ti nëse zgjidh 15 sekonda, të paktën një 27 video në ato 15 sekonda. 27 plane. Nëse janë 30 sekonda, ti duhet të pas 45 sekuenca. Në sekuenca do të thotë 45 prerje. 45 prerje do të thotë 45 lëvizje të ndryshme në fytyrë. Domethënë nga videot, nga sekondat. Është boring nëse e bën ti edhe ti nuk e shikon një video më gjatë nëse vetëm unë pozoj aty para video. Pastaj është dhe sasia, edhe frekuenca e postimit të videove që ti më the të paktën një ditë po një ditë jo duhet se s'bën postosh, mund të ish për ditë. Ti gabim më i madh i njerëzve ta blin dritën më të shtrejtë, videon më të shtrejtë. Okej, te drita dua ta pranoj, po, atë duhesh me investu. Ke punuar Dafina me yje botëror si Nicole Scherzinger, Bebe Rexha, Irina Shayk, Black China, James Charles, Ariel Sweety, Patrick Tai etj. Dhe patjetër me shumë yje shqiptar. Ke qenë dhe pjesë e Met Gala dhe ke bashkëpunuar me make-up artist të njohur me Patrick Ta. Patrick Ta është një make-up artist në Amerikë në Hollywood, shumë vajza e njohin atë. Po ashtu edhe kam bashkëpunuar me të te kampanjat e tina, kam bajt një prezantim tek shtëpia e atij në Los Angeles. Po ashtu edhe isha në Dubai duke dhënë një masterclass, edhe Patrick Ta me asistentin e vet edhe tha, Dafina jam këtu vetëm për ty. Thash pse? Tha unë dhe asistentja ime jena fansa shumë të mëdhenj nga prej punës tënde. Edhe unë shokova në atë moment, thash, po mirë, po ti je më i famshëm dhe më i suksesshëm se unë, çfarë do nga unë? Jena adhurues teknikës tënde. Edhe mora një ndjenjë shumë e bukur në atë moment se e pash çdo sfidë, çdo teknik, çdo mund ja ka vletë dhe ka bërë shumë mirë egostime. Patrick Ta është ai që grimon Gigi Hadid dhe Georgina Rodriguez. Po? E vërtet, po. Okay. Patrick Ta e ka dhe brandin e vet, e ka një high-end brand. Këtë dua unë për ty, po e manifestoj.
Dua një brand Po gati. lema se shto më ka ardhur. Po bon të gjitha. Unë jam shumë e ngarkuar me shkollën time. Dua të bëj edhe një brand në të ardhmen, normal. Po penise stopoj. E tani i thash atë çka gjithsен vjen në vaktin edhe kohën e vet. Unë zmetin ja bëj, po kam edhe fëmijë, kam edhe burrin tim, kam familjen time, dua të jetoj. Kur në momente e bëj. Po kur të bëj kam e bëj shumë mirë, e bëj shumë lezetshëm, edhe ndoshta edhe ma siguron të ardhmen. Po edhe nëse jo, unë e di që kam e arrit shumë në jetë. Është sigurt që do arrish. Sado që i kemi krat, sado që i kam krat, kam i dhon krave, sado që jam e shëndosh, gjithmonë kam ia dal, po prioritet me vërtet që na të jemi mirë, psikikisht, fizikisht, ti më shëndosh edhe mos t'i japim shumë zor. Tash shfrytëzojm kohën sa jem të re, të punojmë sa të mujm, po jo tash mi ik etikës edhe moralit i cili është familja, fëmia, edhe mundohem me gjithmonë balancin. Çka ma prish pak balancin, do të pret. Më thuaj disa fjali më shumë për Met Gala, që është një nga eventet më të bukura ndërkombëtare. Çfarë ke bërë ti aty? Dhe si shkove ti në Met Gala? Ti ke arritur disa maja që nuk i mbrin dot të gjithë. Isha në LA para ca viteve edhe kisha mundësi me bo make-upin tek Bebe Rexha. Pastaj vazhduam bashkëpunimet në Evropë dhe në tërë botën, edhe e kemi udhëtuar bashk. Ajo është një person shumë i mirë, shumë i sinqert dhe shumë i mirë kuptim. Ajo dhe lejonte unë ta marr familjen time me vete për t'ja bërë make-upin, me lëndë ta marr bebushin me vete ndonjëherë kur ishim në Angli ka 2 javë. Në Monday erdhi Met Gala dhe ajo është një njeri kur lidhet me një person ose një ekip, gjithmonë do të jetë besnike edhe nuk ka qef me ndru shumë shpesh rrithin e vet. Edhe me ftoj tani në Met Gala, edhe isha në rrugës prej Dubajit me familjen time të u kthy në Kosovë, isha në avion me thiri Buki, I love her, nana e bebejës, është njëri më i mirë në botë, dhe me thiri tha Dafina, kem nevojë për ty, të lutem hajde mas nisën në New York. Edhe u ktheva te burri, thash atë shkoj, është Met Gala, do marr fluturimi tjetër. Graj. Okej, edhe mora fluturimin e radhës, shkova atje dhe ishte një gjësi shumë e mirë. Normal e bonëm një herë provën, një ditë më herët edhe do të ceke që make-upi i Bebe Rexhës ka shkuar shumë viral. Është make-upi i vetëm që nuk është bërë skandaloz për shkak pudrës, ishte që ajo Met Gala që ajo kohë që make-upi ka ndalë shumë keq, jo pse janë grimuar keq, po ndriçimi jo ka një keq. Unë që jam eksperte e ndriçimit, disha sakt ç'a më bë. Përdora në fakt çat produktin e Chanel-ut në fund që e bëni glowy, edhe ju duk likura pa pore, u duke si silk, edhe u pat komentuar shumë në TikTok. Bëra një ask questions në faqen time në Instagram tek Alketa Visiu dhe thash nëse keni pyetje për Dafinën, përfitoni nga rasti dhe më kanë bërë këto pyetje shumë të zgjuara. Çfarë të bën ty të dallueshme nga gjithë make-up artistët e tjerë? Që kam shumë fokusim formësimi e fytyrës. Me kë punon më shpesh Dafina, me nusë, me vipa, fashion editorials apo masterclass dhe trajnimet janë ajo pesha kryesore e punës që ti shpenzon? Pesha kryesore është masterclasses që i bëj në gjitha vendet, si e cika dhe më herët jam një 4 masterclasse të ndryshme në 4 shtete të ndryshme brenda muajit. Fantastike. Çfarë është Brazilian makeup? Make-upi brazilian është një make-up pak si emo, është pak më gothic, bëjnë vetullat të zeza, të holla, të drejta, dhe i aplikojnë do qërpik të mëdha, e bëjnë bazën shumë të bardhë, një kontur jashtëzakonisht të theksume, që duket e hollundar, Barbie nose, piklat në hun, po ashtu një buzë jashtëzakonisht të egzagerume, duken me të vërtet si një kukull, duke shumë artistik, mund të them, ndoshta dikush e shikon si artificial, po duket shumë artistik edhe më pëlqen. Po këto qukat e vogla që bëhen kështu pikturon, me çfarë lapsi bën ato? Me lapës kapës, është natyrale. Po, e bëjmë me eyeshadow edhe me një brush ose një laps edhe mandeja futi bronzer për mirë edhe duket natyral. I ke bërë pak ti sot? Po, më pëlqen shumë. Ky i jep gjithmonë një pamje shumë natyrale portretit. Po, më transparente, e vërtet. Sa kohë përpara duhet të rezervoj një klient tek Dafina? E kena menaxhmentin shumë të sakt, e kena gjithmonë një numër që e kena në Instagram, është një numër i thjeshtë, kontaktoni, e gjithmonë e kthejna përgjigjen shumë shpejt. Më tregu drejt normal, sa më herët sa më mirë, po ndonjëherë funksionon edhe në last minute, se mund ndodhin shumë gjëra
last minute, si që ka marrë me kanë thirrur sot për mas nesër me shku në Met Gala në Amerikë, ose një ofertë shumë e veçantë vjen, që 6 muaj raport që po muj me organizu edhe me planifiku jetën time para prakisht jam stabilizu, po jeta ime u kon pak kaos. Po më është edhe last minute, po edhe një vjet më herët, si të duash. Çfarë ndikon çmimin final të shërbimeve të kjo? Kur i lyen Dafina është çmim tjetër, besoj, kur i lyen vajzat e stafit është diçka më ekonomike? Po. Shifra? Po, unë e kam trajnuar stafin tim, i cili është jashtëzakonisht i talentuar dhe videot që e shihni në Instagram janë nga Dora ime, Donës, Medinës dhe Arianës, edhe ato janë jashtëzakonisht e talentuar. Jo vetëm që e bëjmë make-upin në dyqan, po bashkëpundimet që e kena një repere në Gjermani ndër më të mirat, është Shirin David, ajo gjithmonë e bukirohet edhe paguan për ekipin tim që shkon aty edhe 3-4 javë në turne me lë make-upin. Apo ashtu edhe Bibirexha ka pranuar asistentime ndonjëherë me shku kur nuk kisha unë ko. Po ashtu edhe artistë tjera botëror që e kishim tash në Tajland, e thërën make-up artistin tim që e kam në Zvicër, e thërën me shku me make-upin. Ashtu isha te formula nishe, e kishim një klient, cilë një make-up artiste jem ishe në Singapur dhe shkoj dhe pranuan. E kom bë pak si një që thonë një sistem të mirë që i kam make-up artistat jashtëzakonisht të mirë, po ashtu lyem të gjithë bukur. Ti e zgjidh kush do të jetë make-up artist, se na e dim që një make-up artist që ka famë, dim që ai nuk mund të bëjë këtë make-upet. E ëndra ime gjithmonë nuk kanë me hap një studio që ti kur të vjen të Dafin studio me ditë cilë make-up artist ka më të lyj. Edhe për atë arsye ka make-up artistat që punojnë që 10 vite dhe kanë klientat e vet. Normal që është çmimet nuk i kena as më të shtrejta, po as më të lira si konkurrenca jon që e kemi në Kosovë dhe në Shqipëri. Na e kemi çmimet që startojnë flok dhe grim prej 120 euro, 110 euro, shkon flok dhe grim, shkon deri në 450, 500 euro. Ka edhe disa çmime me përjashtime që janë edhe më të larta. Je pasur ti? A fiton shumë para dhe sa e rëndësishme është paraja për ty? Firma jeme ka shumë qarkullim, mendoj si një make-up artiste, po unë në fakt për mua janë edhe 200 euro të ndaja, edhe 500 euro të ndaja, edhe 800 euro, janë paret të ndaja për mua, po njëri duhet me dallu paret e firmës edhe paret e njeriut, se firma hanë shumë, ki qëroja 5-6.000 euro, kemi kredia 7-8.000 euro për objekte e njeri, kemi 2-3.000 euro shpenzime në muj, ato shpenzime që i kena mujore janë jashtëzakonisht më ndaja, edhe kur ti shef ato qarkullime që i kem, nuk është qarkullimi i madh, po edhe harxhimet e mëdha, nuk do të thotë që unë jam shumë e pastër. Unë e di që kam më bëj shumë e pastër në të ardhmen, se di ta menaxhoj jetën time, edhe dua të kënaqem me gjërat e vogla, se këto gjërat që janë lukse nuk po kanë fund. E bleta orën time të ëndrave të mia, mandej vazhdoa ta shikoja orën e radhës. Nuk më duket e arsyeshme ajo. E kënaqem me pak. E blini gjë që më pëlqen me të vërtet. Jo pse është as trendi. Çka ta hapja në? E hapti të... Ja, me zama, mos do të thysh dëmbin. Mos! Oh, Dafina, no way! Wow! Dëgjoj, Bavaria Smart... Këta do të më pagua. Këta do të paguajnë. Gëzuar, Dafin. Gëzuar, Zamra. Love you. Faleminderit. Sa personave, Dafine, në një ditë mund të realizosh make-upin ti vet? Nëse dua të bëj mrekulli, vetëm 5, nëse dua të bëj një punë të mirë deri në 13-14. A bën ta çap për dhëndrin ditën e dasmës? A kërkojnë burrat që të bëjnë ata make-up? Dgjoj, se duket kështu si qesharake, po në fakt në studiot e televizionit gjithmonë burrat vendosin pak fondotin. Po, normal na nuk e lejona burrat atë më fut në sallën kur rrin nusat, po kur shkoj diku ne bën një realizim një make-up tek një nuse, edhe shoh dhëndën që është i skuqur në fytyrë, edhe duken rraste syve nga lodha, nga stresi që kam martu, unë bëj duket i lumtur që po martohet atë ditë. Okej. Dhe mos mendohet asnjë ditë jetës së ti e gjithë jetën mund të jesh i lumtur. Çfarë duhet bëj nusja si skin care ritual përpara ditës së dasmës? Se ti e ke shumë të rëndësishme këtë që lëkura të jetë hidratuar. Shiko si the që duhet pi një javë 3 litra ujë në ditë çdo ditë që unë të kem një lëkurë, një lule të ujitur. Nëse të vini tek unë ose shkoni diku tjetër, një javë ose 2 javë pini 3 litra ujë në ditë, ndryshon komplet lëkura edhe të ndihmon shumë në aplikimin. Të lutem mos shkoni në solarium. Solariumi është gjë më e keqe që mundesh me avë lëkurës, si nga ana shëndete, po ashtu edhe në make-up duket shumë keq fondatina në lëkurë të solariumit. Mos shkoni në solarium para martesës 2 deri në 3 javë. Numër 2. Numër 3 gjithmonë e propozoj, në Kosovë kemi shumë mjekët e mira për
tretmane, është eklate. Në Shqipëri kemi edhe mjekët tjera që bëjnë tretmane shumë të mira. Ato gjithmonë të propozojnë një glow up tretman para se më martu, edhe gjëja e fundit është bërë një tush në ditën kur vjen te frizeri me bën një make-up, tushin komplet, jo vetëm trupin edhe fytyrën, se ta jep një refreskim edhe dukesh shumë më mirë. 23 vjeç njohë burin e jetës sate me cilin sot ke 2 fëmijë. Po. Një histori shumë e bukur që me siguri sot do frymëzoj të gjitha vajzat. Një histori që lindi nga një intuitë jote e brendshme, se duket gjërat ndodhin para se të ndodhin. Po. Edhe ti the në zyrën time kur bëm takimin ton të parë se si atë ditë ti ndjeve që diçka po ndodhte në zemrën tënde, në jetën tënde. Edhe bëre një vendim kështu para pasyrës dhe the, çfarë the? Po, i kisha 23 vjetë edhe ishte një event e një shoqes time 10 vjetore e tyre, muzikës edhe bashkëjetesës, edhe 2 ditë më herët isha single dhe thash atë çka, jam këtu në Kosovë tash 4 vite dhe nese kam shku me një 10 vjetor dhe dua të njoftoj burrin e jetës time. E kam thënë me fjalë. Edhe bësh me shaka. Edhe shkova atëre, ishin 100 euro shumë të mëdhaja për mua me blie një fustan, edhe shkova dhe investova në vetveten e bleva një fustan, se me këtë fustan unë kam e gjetë burrin e jetës time. Edhe kur shkova atje, i hapa syt, po tregoj drejt, shikova, nuk më pëlqej kur po thash, okay, ishte një imagjinat e rrejshme. Prandaj isha me shoqën time të ngushtë edhe foli me një shok. Edhe më kujtoj shoku që aja gjithmonë i falte rrugës, po nuk është më kishte ra në sy më herët, dhe vita thosha, okay, shoku, po aja që njoftoj, dhe që me ngush filla u ka përshëndet shumë, dhe na njoftoj ajo, dhe pastaj hinum, folum, edhe ke një muhabet shumë i qitë, shumë i rrjedhshëm, pa paragjykime, po edhe tani pastaj ndruam kontaktet në Facebook, edhe vazhdojmë të flasim një muaj rresht. Cilat janë vështirësitë edhe arritit e kësaj martese, nëse do bëjmë një aftermath, një matematik pas asaj nate kur ti veshe fustanin, çfarë ngjyre kishte fustani? Të zezë. Të zezë. Po. Edhe në fakt e kishim një kuptim të mirë për njëri tjetrën. Ai më pëlqej shumë që është i vetmi që me ka shikuar me të vërtet kush jam unë, sepse ti u paragjykojshe ndonjëherë ishte një vajzë që është rritur jashtë, ndoshta edhe jam kom pak më dominant në prezencën time, po ku e dinte ai që unë jam me të vërtet aq besnike në fakt, edhe ai ndjente, edhe mua pëlqej si njëri, se veç fakti që ai më njihte mua si njëri pa me pyetur gjëra, unë disha që ky njeri ka një inteligjencë shumë të madhe emocionale, edhe e kam respektuar shumë për atë gjë. Më ka përkrahur shumë në punën time, në çdo gjë të timen, dhe mua të flas çka dush me të. Po unë jam shumë e sinqert me to nga fillimi. Mërzitet ai që ti je nga një avion në tjetrin, up in the air? Po normal që mërzitet, për mua nuk është që i pengon, ai ndihet shumë krenar, në fillim e kena pas kohën e vështirë si ta mrim një status që e kemi sot, për momentin ku e mriva statusin internacional, ai është bërë shumë krenar edhe me këtë forcat e tij, timin, familjes tem, kujdesum këtë së bashku për fëmijët e ton, nuk kam dado, po kam familjen time që këtë zhon një mame, një burri, dy javë marr me veten në udhëtime, e çashtu e gjena balancin. Si e ndryshuan jetën dy çunat që erdhën jetë? Ti ke djemtën çfarë moshe Dafin? Djali i parë ka 10 vjet, e kam bënë moshën 25 vjet, e djali i dytë e kam bënë moshën 32. Që dua të them edhe vajzave, as nuk them mos bën presion vetes, po as nuk them mos i bën presion vetes. Them ku është e duhur, edhe me 25 vjet, po ashtu edhe me 32 vjet. Unë për veten me 25 vjet nuk jam kanë pjekur mjaftueshëm me tregu drejt. Djali im ishte shumë fëmijë i vështirë me kërkesa shumë të mëdha, çante shumë, edhe unë e kam stresuar jashtëzakonisht shumë veten. Isha me një depresion i cili gjaste se 2 vjet, edhe sot e di që isha në depresion, në atë kohë mendosha që e kam mirë. Nuk e lasha kërkan me dhon dashuri fëmijës tim, nuk e lasha kërkan me puth fëmijën tim. Ai ishte i vështirë, e vërtet. Po edhe unë ja ndihmoja me këto rregullat e strikte që i kisha ndaj tij. Gjithmonë çdo ditë ja jepsha sasinë saktë për ushqim. Djalim nuk e dinte ndjenjen si është për mo kanë und për buk, kështu që ai nuk dinte me kërku kur me hangër buk, sepse unë ja dhësha me orar, se isha shumë e stresuar, isha shumë e sakt, e nuk e di që kum kaluar ato 2 vjet. Mas 2 vite u qetësova, u bën normal, edhe pash u zgjova si ngaxhume, edhe pash çfarë personi i tepruar isha. Tani lexova shumë për këtë gjë, lexova në gjuhën gjermane, nuk e di si ta shpjegoj në gjuhën shqipe, janë mendimet jo të dhunshme, po mendime që
Kur je hiperprotektiv, kur je shumë kontroll frik, edhe ke shumë mendime sikur të ndodhet ndonjë fëmijës, po mendime negative. Shembull, fëmia jam unë mendoj se fëmia se mundet më ndodhë çdo moment. Po është normale, kjo e ka ndat. Kur ti po është hiperproteksion, do ta mbrosh në çdo moment edhe parashikoni gjë që s'do ndodhi kurrë, po e krijon trurin tënd, e krijon kokën tënde. Çdo gjë, më mendu me njerëz më të afërt që e ki. Po si e vetme, jo, nuk je vetme. Okej, nuk je vetme. Ka shumë të tren. Unë nuk e kam pa veten atë, mua ka dog vetja që e ka mirë. E ke kaluar mirë lindjen e fëmijëve? E para kon traumatike, nështë edhe e kanë diku në atë kohën e vështirë që e kisha, e në fëmijën e dytë e disha qa du. Edhe e zgjodha operacionin, jo atë lindjen traumatike që e kisha unë si e kom përjetu, edhe janë kon bukra normal. Ke kaluar ti një postpartum baby blue, atë depresionin post lindje që e kalojnë shumë vajza? Po e kisha, po ne kisha qaq përgjithësinë e madhe ndaj fëmijës se nuk kisha përjetu kur as dashnie që nuk e kam këshyr heq veten. Në veç e këshysha si ti bëj aty mirë. Normal ma vonë tani u lodha se u bëna tip shumë i komplikum, shumë e stresum, po shoqëria jam kon shumë e rinë moshë dhe kisha shumë energji. Çfarë do thot për ty një girl boss? Çfarë është një vajzë bosse për ty? Në fakt jam shumë krenare për personin që jam edhe mënyra si kum kaluar sfidat në mënyrë unike timen. Unë nuk jam girl boss, unë jam ma shumë mendoj një lider i lindur për familjen time, për shoqërinë time dhe ekipin tim, me vlera për kujdesje edhe tjera. Ti je një girl boss e dipse, se bossa nuk do të thot në konceptin e këtij podcasti që të fitosh shumë para. Girl boss do të thotë që një vajzë mund të marri timonin e një anije në det me dallg, edhe të sfidoj dallgët, të rregulloj velat nëse është velier, edhe të lundroj e lirë për të bërë pastaj një lider që jep kënaqësi gjithë atyre që kanë varkën e vet, për të bërë shembull për gjithë të tjerë dhe për t'ju thënë që si ju kam qenë dhe unë me plot shqetësime në mes detit, po ja kam dal, edhe për të bërë edhe lidere në lumturinë dhe suksesin e shumë të tjerave që të marrin si shembull, që një ditë po mund të jeni një vark që lundron për të çuar në brigje të reja, se me një vark ti mund të jesh pronari çdo cepi të botës e lirë, ku do t'jesh. Kështu që në mënyrë metaforike, kjo është një girl boss, po është një gocë që ka zemër bosse, e them unë, që ka një boss heart, që ka një zemër të mirë. Edhe kjo më ka pëlqyer më së shumti tek ti. Dhe besoj që pas ti podcasti, ty nuk do të duan vetëm për talentin se pikturon dhe bën vajzat që të nxjerrin më të bukurën që kanë në portretin e tyre, por do të duan sepse ti ke vërtet një zemër shumë të bukur. Faleminderit Dafin që ishe këtu. Alkeda duhet të them edhe një gjë të fundit, po në gjuhën gjermane, okay? Alkeda, du bist eine sehr inspirierende Frau. Du bist nicht nur wunderschön außen, aber auch im Inneren. Du hast mich so, habe mich so wohl mit dir gefühlt. Du bist eine sehr spezielle Frau. Leute, bitte, wenn ihr diese Alkeda seht, ich wünschte mir, sie könnte auch Deutsch. Sie ist so krass, wie sie sich einfach unterhalten kann, wie sie Fragen stellen kann. Ich wünschte, wir hätten solche tollen Frauen, auch in Deutschland oder Deutsch sprechend. Sie ist einfach der Hammer. Okay, sorry. I cannot stop talking. Ich kann nicht... ich liebe dich. Ich liebe dich. Zjash më gjithë të flasit, unë të thash ich liebe dich edhe danke schön. Zdi, nuk mujta më ndalë, thash që je një... Tash, na kur të folën në gjuhën gjermane, e kina ato kodet të tona, dhe dua e marrin më personale, thash... Shumë keq që nuk kena gazetare si ti dhe podcast si me ty se nuk është normale mënyra si bëre pyetjet, mënyra si me bënë muni aq rahat, kisha shumë emocione edhe si bëre njëre muni vetvetja, edhe si shpresoj edhe që ka menduar kjo intervistë e mirë edhe e transmeton me realisht njëri si jam unë, po besoj që ti kemi ja dal. Unë i dua shumë vajzat si ty. Faleminderit shumë Dafin dhe duroj vetëm maja të larta, edhe shumë lumturinë jetën tënde. Faleminderit. Love you. Love you too.